Opa. Shkam gjitë e vetë. Beqo, le Fadilin të afrotë dhe bashkimin, mëra pas zirit. Beqo, edhe Fadili, të afronë Tahiri edhe Arifi. Kemi gati? Ky njerëz? Mundet? Përshëndetje të gjithëve, të nderuar qytetar, të nderuar përfaqësues të mediave, mbi gjitha të dashur aktivist dhe përkrahës të Aleancës për Shqiptarët. Sot jemi këtu për t'ju drejtuar juve me sinqeritet, me dashamirësi dhe me vendosmëri, si bashkëpunëtar në një rrugë që e kemi nisur bashkë, me bindje të palëkundura, me shumë mund, por dhe me shumë shpresë. Aleanca për Shqiptarët nuk është thjesht një parti. Aleanca është vizion. Një mision që buron nga shpresa për dinjitet, për drejtësi dhe për zhvillim të barabartë për çdo qytetar në këtë vend. Në këtë periudhë të trazuar politike, kur regjimi i vjetër po bën përpjekjet e fundit për të zbehur shpresën për ndryshim, ne kemi zgjedhur të mos reagojmë me ngut. Kemi zbritur në bazë, kemi dëgjuar aktivistët tanë, kemi biseduar me partnerët tanë dhe kemi reflektuar me qetësi dhe me përgjegjësi. Ne nuk dorëzohemi përballë skenareve destabilizues dhe pazareve të natës. Nuk lejojmë që vullneti i antarësisë dhe vota e qytetarit të kontrabandohen. Ne vazhdojmë të punojmë aty ku merren vendimet dhe aty ku bëhet ndryshimi. Sepse ne besojmë se vendi ynë ka nevojë për stabilitet, për zhvillim, për qeverisje të përgjithshme dhe për një aleancë sigurisht që nuk tradhton besimin e dhënë nga qytetarët. Ne nuk jemi këtu për interesa personale. Ne jemi këtu për përgjegjësi, për të përkthyer premtimet tona në rezultate konkrete për qytetarët. Dhe këtë nuk mund ta bëjmë sigurisht duke braktisur betejën në mes të rrugës, duke dezertuar, për të rikthyer ata që degraduan çdo gjë shtetërore dhe çdo gjë kombëtare. Aleanca nuk është ndërtuar për të qenë vegël e askujt. Ajo është ndërtuar për të qenë zë i qytetarëve, zë i ndryshimit, zë i barazisë. Kemi dëgjuar bazën tonë, kemi takuar aktivistë në çdo qytet, në çdo vend, nga Likova deri në Strug, dhe mesazhi është i qartë. Shqiptarët duan vazhdimin e ndryshimit, jo kthimin e të vjetrës. Ky mesazh dita ditës po kthehet në frymë të re, e cila nuk ka të ndalur. Ne nuk e dëmtojmë këtë frymë, as për poste, as për pazare me komuna, e nesër për bashkëqeverisje me të vjetrën. Qeveria sot është më stabile se kurrë, e përkushtuar ndaj reformave dhe e vendosur për integrim. Aleanca për Shqiptarët ka një rol kyç në këtë proces, dhe ne nuk do heqim dorë nga ky mision joni. Sa u përket mbledhjeve të degave gjysmake, që po quhen kuvende partijake dhe që përçajnë, etiketojnë, ato nuk përfaqësojnë frymën e as statutin e aleancës. Shprehin zhgënjimin ton, sigurisht, për fyrjet që janë bërë rinjis këtu prezente dhe grua shqiptare, po ashtu këtu prezente, në emër të aleancës. Por përgjegjësia jonë
është të mos e humbim drejtimin edhe kur të tjerët degradohen. Ne do të vazhdojmë si partner të barabartë në koalicionin Vlen, me të njëjtin profesionalizëm, me të njëjtin dedikim, duke i shërbyer qytetarëve me nder dhe me vendosmëri. Dashur qytetar, të dashur aktivist dhe mbështetës të aleancës, aleanca do vazhdoj të ndërtoj, jo të rënoj. Ne jemi këtu për të bashkuar, jo për të ndarë. Ne do vajmë besën që ua kemi dhënë, për të qenë zëri juaj në institucione, në çdo lagje e në çdo fshat, dhe në çdo betejë për drejtësi dhe barazi. Aleanca nuk dorëzohet, aleanca as nuk shitet. Aleanca qëndron e fortë. Falenderit për besimin dhe për përkrajën tuaj të palëkundur. Aleanca do vazhdoj në rrugën e saj të drejtë, më e kthjellët dhe më e vendosur se kurrë. Tani Azir Aliu do lexoj këtë tekst në maqedonisht. Është më përshirë që janë 3 grupa të personin më tej, si pjesë e Vlenit, ose të kërkon edhe për të marrë gulat e partisë, sepse po ashtu dhe u shkarkuar në nofë, siç deklaroi zoti Taravari në kuvend që u mbajt. Edhe vetëm të bashkangjitem në pjesë të ka dëshmoni se pjesa më e madhe do të mbetet në Vlen, duke marrë përveç deklaratën e Taravarit se ka vetëm 8 persona jemi që jemi këtu, ndërkohë numri i përgjithshëm ka qenë 40. Jo, besoj numrat flasin për vete. Besoj numrat flasin për vete. Nuk i zuri kjo sallë e konferencave për shtyp të Vlenit njerëzit që janë rreshtuar pas kësaj nisme. Ka dhe shumë të tjerë që për arsye të hapësirës nuk janë bashkangjitur, sepse ashtu është vendi këtu. Për numrat që i përmendin ata, ju e shihni se ju janë përzier kallët kohëve të fundit. Kemi një profesor të matematikës atje që si duket ka probleme me numrimin e kuvendarëve, vetë thani kemi 103 pranishëm, ndërkohë që dihet për të marrë vendime të tilla në bazë të statutit të aleancës duhen 2/3. Ne kemi dëshmuar që ata nuk e kanë 2/3 dhe do e dëshmojmë këtë gjatë ditëve në vijim. Për sa u përket etiketimeve që fatkeqësisht e themi shokët ton, bashkëpartijakët ton ranë në atë nivel u shndruan në frutolog që flasin për pemë të kalbura, pemë të reja, ju e shihni kush është këtu i pranishëm. Neve na vjen keq për artanizimin që ka ndodhur me ata shokët ton që flasin për valigje, duke dëshiruar largimin e shqiptarëve nga ky vend. Unë e kam një porosi shumë të thjeshtë për kryetarin tim, Arben Taravarin. Unë valigjet i kam marrë për të ardhur nga Belgjika dhe nuk jam duke lëvizur nga këtu. Do qëndrojmë, do e bëjmë betejën për të cilën jemi zotuar, për të cilën si koalicion Vlen kemi fituar 107.000 vota. Atyre u urojnë të kthjellën, mos të vazhdojnë me këtë artanizim. Afrimi me BDI-n fatkeqësisht i çon në rrugën e artanizimit, të cilin veç më po e shfaqin për shkak të nervozës me të cilën janë përballur, kur e shohin që në çdo deg, në çdo forum partijak, qoftë te forumi rinor, qoftë te forumi i gruas, njerëzit janë duke i braktisur dhe se shumica është dukshëm në këtë anë. E shihni se ka njerëz nga Struga deri në Likov, bukfalisht nga çdo deg dhe nga çdo instancë partijake të pranishëm këtu me ne. Ne e tham, do vazhdojmë të jemi pjesë e koalicionit Vlen, sepse këto vota, 107.000 vota shqiptare i kemi fituar bashkarisht si koalicion Vlen. Kemi një program, kemi një besë që e kemi dhënë ndaj qytetarit, ndaj votuesit, të cilën nuk e tradhtojmë për asnjë çmim e as më pak për pazare, për komuna, siç e thash me BDI-n. Në politik duhet të ketë parime, duhet t'u japim shembull gjeneratave të reja që politika është dhe duhet të jetë ndershme dhe se janë disa vija të kuqe mbi të cilat nuk guxon të shkelet. Ne vazhdojmë fuqishëm si pjesë e koalicionit Vlen me hisën e qartë të aleancës për shqiptarët, që është proporcionale me parti tjera dhe gjatë ditëve në zhvillim do e shihni si do formsohet qeverisja jonë e re, që do jetë e pastër, me njerëz profesionist,
dhe më të thirrur për pozitat me të cilat udhëheqim në qeverisje. Për betejën brenda Partisë Socialiste. Jo, këtu ne nuk bëjmë betejë, ne nuk faktikisht me vetë numrat që i dhanë ata e kanë dëshmuar që nuk kanë patur 2/3 për të thirrur atë kongres të jashtëzakonshëm, i cili sipas statutit të partisë është dashur të kalojë përmes meje. Ftesa për atë kuvend është dashur të kalon përmes meje si kryetari i kuvendit. Unë nuk kam parë ftesë, nuk kam dërguar ftesë, nuk kam parë as në nënshkrimet e 2/3 të kuvendarëve, siç e kërkon statuti, dhe ju e patë se si ai pseudo kuvend, që ishte thirrur si i tillë fillimisht, degradoi në një mbledhje me qytetar në Kumanov, ku zgjodhën një farë shtefi shtabi. Nuk ishte as kuvend, ajo ishte një farsë politike, një cirk, të cilin jemi mësuar ta shohim fatkeqësisht me kryetarin ton për javë me radhë, siç e kam thënë edhe më herët, që nga kryesia e cila nuk është më kryesi, kuvendi i cili është shtat komunal, e kështu me radhë, pra ne e dim se drejta ligjore, statutare është në anën tonë dhe do vazhdojmë të qëndrojmë në Vlenë, të qëndrojmë në qeveri dhe të dalim zot shqiptarëve dhe të dalim zot zotimeve që i kemi dhënë gjatë fushatës sonë dhe në programin qeveritar. Zotëri Azir Aliu, nga BDI-a na kanë konfirmuar burimet zyrtare se ju keni qenë kanali komunikimi, ndërkaq të njëjtën gjë ka thënë edhe Arben Daravari. Keni qenë ju kanali komunikimi me Ali Ahmetin? Pra nuk është e vërtet, të merresh me politikë në kupton që të kesh komunikim me të gjithë partitë politike, pra jo rastisht jemi ne këtu, për shkak se politikën e krijojmë në bazë të dhënave e jo në bazë të dëshirave të ndryshme. Pra aritmetikat për neve nuk janë formë se si krijohet politika. Kemi mision, vizion dhe atë që besojmë në Partinë Aleanca për shqiptarët. Pra ne do të jemi me popullin edhe me atë që ka kërkon populli nga neve. Se cili komunikim i cili bëhet është detyrë çdo politikani, pra ne do të kemi dhe do të vazhdojmë të kemi komunikim me secilin parti politike, pasi që ne jemi serioz dhe bëjmë politikë në bazë të agregimit të dhënave dhe analizës së tyre, edhe pastaj në bazë të analizave që i kemi dhe në bazë të performansës që ne kemi edhe si grup, si Aleancë për shqiptarët, por edhe si premtim që i kemi dhënë në zgjedhjet e fundit të parlamentare, ne do të vazhdojmë përpara. Komunikimet janë çdo ditë. Do të kemi komunikim, po jo, nuk kemi pas komunikim me Ali Ahmetin për këtë temë. Nëse flitni për kështu. Aktivistët e Aleancës që ju sot ndodhen në stelina e alternativës. Pse nuk jeni në stelina e Aleancës? Ne këtu ndodhemi në qendrën për komunikim të koalicionit Vlen, ku me siguri keni qenë shumë herë si gazetar, pra duhet të kemi një farë koreksie këtu, e shihni banerin mrapa, unë nuk shoh logo partijake. Konferencat për shtyp që nga dita e parë qeverisjes son janë mbajtur në këtë sallë këtu, e thash ne jemi në kuadër të Vlenit. Aleanca e vërtet në kuadër të Vlenit dhe ju lus për koreksi. Si gazetar sepse e dini që keni qenë këtu i pranishëm. Aktivistët tonë kanë një adresë të qartë. Ne jemi Aleanca brenda koalicionit Vlen. Ne jemi adresa për të gjithë ata aktivistë të Aleancës për shqiptarët që nuk pranojnë shkrirjen e Aleancës në BDI, siç ka ndodhur edhe me kryetarin parafrak, por fatkeqësisht siç është duke ndodhur edhe me kryetarin ton Taravari, ne shprehim keqardhje që kryetarët na e merr një pas një Ali Ahmeti, nuk e di se çfarë mbarjepsje ka ndaj kryetarëve ton, po është pak kjo një farë tendence e frikshme dhe do kemi kujdes gjatë hapave në vijim që mos na përcëritet një situatë ku na grabitet kryetari. Ku nuk na grabitet kryetari, urnoni vej. Azir Aliu e tha qartë, Azir Aliu nuk ka pas komunikim me Ali Ahmetin. Azir Aliu ka qenë ministër në përbërën paraprake, ka shkuar në kuvend, aty besoj është përshëndetur me çdo deputet, Ali Ahmeti është një deputet, unë personalisht nuk e kam përshëndet asnjëherë dhe sepse nuk kam qenë edhe në përbërjet paraprake dhe nuk e kam parë në kuvend asnjëherë. Komunikimet e dim se kush i ka ecur, pazarët e dim se kush i ka bërë dhe në shtëpinë e cilit i kanë bërë, dhe si gazetar ju ftoj që të bëni punën tuaj si gazetar hulumtues që jemi dhe të interesoni ku janë takuar në shtëpinë e kujt, në konakun e kujt dhe kush kanë qenë mësitët e këtij pazari. Që me siguri e dini. Kanë iniciativë për të shkrirë në partit bashkë një subjekt Vlen. Tani pjesë Aleancës ku do të mbetet? Do të jetë pjesë e shkrirjes në Vlen apo pjesë e shkrirjes në BDI siç e pretendoni ju? Faleminderit për pyetjen. Ju e ndjekni aktualitetin politik, e keni parë se
pas fërkimeve që kishim javëve të fundit ndërmjet kryetarit ton dhe kryetarëve të Vlenit në lidhje me ndarjen e komunave, Aleanca për Shqiptarët fillimisht u tërhoq nga koalicioni Vlen dhe po të pasoj koalicioni Vlen vazhdoi të qëndrojë bashkë në qeverisje dhe atje kanë nxjerrë vendim për krijimin e një kryesie të përbashkët. Kjo kryesie përbashkët i dini edhe numrat, është ndarë në mënyrë proporcionale për partitë e Vlenit, si dhe për partinë Bezvendosje, që është pjesë e shumicës parlamentare dhe ka qenë pjesë e fushatës, siç e dini. Aty ne, si këshill koordinativ, që do i prik kësaj nisme për qëndrimin e Aleancës për Shqiptarët brenda koalicionit Vlen dhe brenda qeverisë, do nxjerrim, besoj, do kemi takim shumë shpejt për të vendosur se kush do na përfaqësojë në kryesinë e përbashkët të koalicionit Vlen. Kjo është. Прашања има од това. А ти може да се малку појаснуваме што значи дека вие ќе предводите ново практично трето крило на Алијансата Албанците, кој што ќе победи. И колку членови на Алијансата со вас, дали имате бројка студентите на конгресот кој што го држи Алијанса во петото беше разрешен господинот Петај и што остану членови, па по јавноста се дожива вклучата дека и толку членови го напуштваат. И добро дали Азмира ви ќе биде предложен за министар за власт. Значи, ние ќе продолжиме таму кај што бевме, значи ја бевме во Влен. Ние продолжуваме во Влен, како структура организирана во Влен. Со истите луѓе, вие ги гледате тука, има дел од луѓето во кои што одлучија да не бидат дел од владата и да одат заедно со ДУИ во опозиција. Веќе реално опозицијата е полесна за недавање на отчет и секојаш пред избори очигледно ни се повторува да бидеме опозиција за да биде полесно после барање на бројки. Ние одлучивме да бидеме отчетни, да работиме и да бидеме во линија со тоа што го имаме и како програма и како заложба како партија. Се уште не е разговарано на таа тема, најверојатно деновите, веќе во овој период ние бевме многу активни, како што рековме во нашиот текст, секогаш крајниот збор го има граѓанинот и ние бевме на терен за да ги консултираме за хаосот во кој што се случи во нашата партија. Po shini, këto takimet në nivel liderëve janë një traditë në vendin tonë, ka ndodhur në qeverisjen Gruevski, ku janë takuar shefat e partive, liderët e partive maqedone me zveti, po ka ndodhur pastaj edhe gjatë qeverisjes Zaev, po edhe gjatë qeverisjes Kovacevski, po ndodhi edhe një takim edhe gjatë kësaj qeverisje. Unë personalisht nuk kam parë ende një ftesë, nëse ka ftesë të tillë duhet ta shqyrtojmë, po këtë e shoh në nivel të suazave normale të politikë bërjes në vendin tonë. Partia shqiptare takohen në nivel kryetarësh, për ata që bashkëpunojnë me zvete, partitë maqedone po ashtu, do shohim e do bëjmë. Do kishte sot një reagim të parë, me siguri ndërsa pas njoftimit të konferencës tuaj. Titulli shkruan se nuk janë për popullin, por janë për pushtetin. Këtë pyetje kam bërë edhe në një prej konferencave të zotit Taravari. Kush është për popullin, kush është për pushtetin e tyre? Po gjithë ky pazar që kryetari Taravari e ka bërë me Ali Ahmetin, ai e ka bërë për pushtet dhe për mbijetesë politike. Ata kanë llogaritur se duke sabotuar fillimisht koalicionin Vlen në nivel të deputetëve dhe pastaj rrjedhimisht edhe koalicionin qeverisës, do shkaktojnë krizë politike që do e shpije vendin në zgjedhje të parakohshme parlamentare. Ky plan ka dështu. Nuk ka zgjedhje dyfishta, do ketë zgjedhje lokale me 2 bloqe shumë të qarta. Kryetari ynë e ka trasuar rrugën e vet për te Ali Ahmeti, siç e kishte trasuar kryetari para pak. Neve ju urojmë fat, ne jemi të bindur se në zgjedhjet që po vinë koalicioni qeveritar dhe koalicioni Vlen në pjesën shqiptare do fitojnë në çdo komunë dhe kjo qeverisje pastaj do vazhdojë me tempo edhe më të fuqishme, duke u marrë me punë konkrete e jo më me pazare për kolltuqe kryetar komunash, për ndarje për falje, se nuk është as ndarje, realisht është falje.
kundërshtari kur të falë diçka, dije që si ke punët mirë, me fo. Kur të falë Aliameti 6 komuna, dije që çmimi që do e pagush është shumë fish më i madh se sa ato 6 komuna. Komunat dihen, pazari dihet, vetëm aq nuk ka sy, nuk e sheh këtë punë. E thash, zgjedhë 2 fishta. Ai plan ka dështuar dhe besoj që kjo qeveri do i shkojë deri në fund mandatit të vet qeverisës dhe do shihemi në kutitë e votimit pas 3 viteve me Aliametin, me Arben Taravarin, me Ziadin Selën e me gjithë ata që janë bërë paterica aty. Zoti Menaj, vodi vazhdon të akuzoj këtë qeveri për punësime ekskluzivisht maqedonase. Këtë situatë, fatkeqësisht e them përsëri e ka shkaktuar Arben Taravari, duke tërhequr përfaqësuesin e Aleancës për Shqiptarët për më tepër se 1 muaj, tani 1 muaj e gjysmë gati 2, nga Komisioni Kadrovik i koalicionit Vlen. Rrjedhimisht është sabotuar edhe procesi i punësimeve, sepse planifikimi i tyre nuk ka mund të ndodhë me tempon e parapar. Për pasoj, punësimet në pjesën maqedone realizohen sipas dinamikës së parapar, ndërsa aty ku udhëheqin, aty ku planifikohen punësimet për pjesën shqiptare, sabotimi i Komisionit Kadrovik ka rezultuar me bllokim të procesit. Të jeni të bindur se vendat e shqiptarëve do ruhen, do realizohen dhe në momentin e parë që do jemi gati ta risistemojmë Komisionin Kadrovik të Vlenit, do shihni që me tempo shumë madhe do vazhdojnë punësimet edhe në pjesën tonë. Ju falemnderit gjithëve. Faleminderit.